Çdo cep i Prishtinës është mbushur me lule të llojeve dhe ngjyrave të ndryshme, duke krijuar një atmosferë festive dhe plot ngjyra për ditën e gruas. Sheshet dhe rrugët janë zbukuruar me trëndafila të kuq, karajfile të buta dhe shumë lule të tjera, që simbolizojnë dashurinë dhe respektin për gratë që e bëjnë botën më të bukur. Ahmet Berisha, një luleshetës në Prishtinë, tregon se lulet më të kërkuara për këtë ditë janë trëndafilat dhe ato që përmbajnë kombinime të bukura. Lullet më të kërkuara kenë, po në varët tash ka që i do buqetat kombinume, ose trëndafili është më i kërkuar, i karanfila, në varët pash që kanë dëshirë më shumë. Po blejnë dhurata në varët është. Për ka një dhuratë sa respekt kanë një lullë ose një buqet në varët është tysh. Sa variojnë çmimet e luleve? Çmimet janë trëndafili është 2 euro gjys, karanfili 1 gjys në varët, tash ka lloje ndryshme 2 euro në varët, tash lloj ndryshme ka, çfarë dush. Sa është shtu interesimi i qytetarëve për me ble lula? Vallai, nuk është qash shumë ka pak, se të është konkurenca e madhe dhe ka pak s'po di. Ndryshe në Kosovë festa e gruas është kthyer në një simbol të veçantë për nënat dhe vajzat. Ato marrin dhurata nga fëmijët apo bashkëshortët në shembull mirënjohje dhe respekti.